Mbrojtja kundër sulmeve kibernetike u bë temë qendrore e konferencës së tretë të NATO-s, organizuar këtë javë në Tiranë. 32 delegacione të vendeve anëtare diskutuan mbi sfidat dhe strategjitë e reja për të mbrojtur infrastrukturën kritike nga kërcënimet digjitale, ndërsa Shqipëria u prezantua si një shembull i përparimit në këtë fushë. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij si mikpritës tha se vendi po përballet mesatarisht me një sulm kibernetik çdo 3 minuta, por fal masave të marra, asnjë prej tyre nuk ka shkaktuar dëme të konsiderueshme. Sot përballemi mesatarisht me një sulm kibernetik çdo 3 minuta, por ja dalim të zbrapsim tërësisht. Kur bëhet fjalë për sulme që lënë gjurmë, kemi pasur 48 të tilla gjatë gjithë vitit të fundit, por nuk kanë bërë asnjë dëm të konsiderueshëm. Rama theksoi se Shqipëria ka kombinuar mbrojtjen kibernetike me inteligjencën artificiale, duke krijuar një sistem që monitoron 24/7 çdo kërcënim të mundshëm. Kur bëhet fjalë për infrastrukturën shtetërore, qoftë digjitale apo fizike, mund të them me krenari se jemi mes më të mirë. Inteligjenca artificiale brenda murit të mbrojtjes kibernetik punon me faza shumë të hershme për të identifikuar sulmet e mundshme. Në kuadër të këtij bashkëpunimi, samitin e përshëndeti dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, i cili njoftoi se Belgjika do të ngrijë një qendër të integruar kibernetike të NATO-s. Sot asnjëra është armë lufte. Shkelja e hapësirës kibernetike mund të aktivizojë Nenin 5. Në përgjigje të kësaj, NATO vazhdon të bëhet më e fortë në botën digjitale. Në verë jam dakord që do të arrijmë shpenzimet 5% për mbrojtjen, por edhe për investime të tjera. Kjo do të thotë se mbrojtja jonë do të bëhet më e fortë dhe më rezistente ndaj kërcënimeve kibernetike. Konferenca e tretë e mbrojtjes kibernetike vlerësohet si një hap i rëndësishëm për ndërtimin e një arkitekture më të qëndrueshme dhe më të sigurt për aleancën, duke garantuar mbrojtje të avancuar ndaj kërcënimeve të reja dhe duke siguruar stabilitetin në botën digjitale.